Është e tmerrshme që edhe 27 vjet pas çlirimit të vendit tonë, kemi ende mbi 1500 trupa të pagjetur, kemi më shumë se 1500 familje të cilat çdo ditë rrinë me kokën nga dera në pritje që dikush t'ju sjell lajmin që të paktën janë gjetë familjarët e tyne. Këtu gjithçka është duke u bërë profesionalisht, të gjitha njësitë e përfshira në punë janë duke bërë punën e tyre dhe shpresojmë që të së shpejtit kemi rezultate sa më të sakta edhe sa më konkrete me qëllim që të mund të paktën familjarët e atyre që gjenden këtu t'i informojmë që mund t'i varrocet më në fund. Mirë, po nuk është koha për spekulime, nuk është koha për fjalë të mëdha dhe zhurmë të madhe. T'i lëm profesionistët ta bëjmë punën e tyre edhe pastaj të shohim se kush ndodhet poshtë edhe a ka më shumë, a më pak, apo se si do të vej puna. Dëshmitarët kanë thënë që gjithë këto dyshohet se mund të ketë kështu varrezë masive, pse s'është zgërmuar deri tash atë. Kanë thënë diçka për dikasterëve të tjera kompetente. Unë mendoj që është lajm i mirë që është gërmuar, është lajm i mirë që gërmimi ka sjell rezultat, edhe është lajm i mirë që çdo ditë, çdo javë dhe çdo muaj kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e varrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi të gjitha për të siguruar që gjëra të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë. Ju faleminderit shumë.